Privatizimi ndodhi edhe në Danimarkë. Po atje e merr kompani që është më eficiente sa shteti. Kurse këtu e merr ai që është ministër. Ai që është ministër nxjerr ose klani i ministrit, ose klani i politikanëve, ose klani i fortëve, nxjerr kunatën, tezën. Dhe pastaj si masakruan ato prona publike, si shkatërruan denaturalizun natyrën, Bregdetin e mos thy më gjatë edhe deri tokën. Ti shife kur e shef me avion çfarë shkatërrimi është bot tokës. Domethënë dhe pikërisht këto njerëz që kanë sjell këto pasoja duan të vinë prapë në pushtet. Kjo është domethënë e llatarshme. Për mos fol pastaj për çka kanë ndodhur këtu me vrasje, me luftë civile. Dhe këtu kthehemi prapë ke feudalizmi. Ai ka mentalitetin që ajo është familja që është pronare e Shqipërisë. Pra, Berishët, si familje, jo vetëm Saliu. Ata e konsiderojnë vetëm familje që qeverisë Shqipërinë. Po ai pra ai dhe në opozit është feudal, domethënë kjo është toka ime. I njëjti mentalitet është i shtrirë dhe në zona. Për shembull, ti ke në Shkodër ke feudalin e Shkodrës, në Velipoj ke feudalin e Velipojës, në Shijak feudalin e Shijakut. Pra ke gjithmonë një njeri që kontrollon territorin. Prandaj edhe kemi përfunduar në këtë sundim klanor, ne nuk kemi krijuar shtetin modern të drejtës dhe është parapolitik. Është parapolitik. Pra, nëse Rama ka dështuar në një gjë, ka qenë pikërisht kjo. Pra, në modernizimin e shtetit, sepse kur them Rama se kishte pritshmëri për Ramën, jo se për shembull, kjo këtu faji direkt është i Berishës se në 1990 e kishte gjithë shanse, i kishte të gjitha shanse. Partia Demokratike ka qenë partia me më shumë intelektual që mund kemi pas në 34 vjet. U mblodhën gjithë intelektual, njerëz që donin ndryshim, edhe ai eliminoi një nga një pam. Megjithatë ishin intelektual të ardhur nga komunizmi. Domethënë kur thoni për Salion që ai e quajt në veten feudal se ka pronat e dim dhe pronat e çunit ti, e vazhdon edhe sot. Vajzat e gjithë dihen dhe ai nuk e ka këtë vetëm pronë, ai e ka këtë si koncept dhe si mendim politik. Ai është bayraktar si natyrë. Prandaj dhe nuk shlo pushtetin, prandaj dhe unë habite me këto njerëz që thonë. Edhe partin do me trashëgu prapë. Po do të trashëgoj. O ajo parti o mbyllët, o varroset, ose do të trashëgoj një nga dyja. Dhe trashëgimi i asaj partie do ta rrudhi dhe më keq parti. Problemi nuk më vjen keq për Partinë Demokratike, më vjen keq se Shqipëria nuk do të ketë një opozitë